Përpara se ta mbyllim së bashku, do doja të ndaleshim edhe një herë tek këto informacione të fundit tek ndryshimet në qeveri që tashmë janë vendosur nga kryeministri Rama në përmbyllje të mbledhjes së tij me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, ndoshta në fakt si rrallëherë, sepse ne kujtojmë që përgjithsisht ndryshimet në qeveri janë bërë me vendime të caktuara që janë njoftuar publikisht ose janë bërë në asamblen e Partisë Socialiste. Kishte pasur zëra në fakt që në krye të herës, këto zëra tani janë kthyer, janë të konfirmuara sepse ka një vendim konkret. Atëherë çfarë ndryshimesh ka bërë sot kryeministri Rama në kabinetin qeveritar? Bëhet me dije se në postën e zëvendës kryeministres, pra në vend të Belinda Ballukut si zëvendës kryeministre, është emëruar Albana Koçiu, ndërsa Ferit Hoxha, ish ambasadori i Shqipërisë në OKB, është emëruar ministër i punëve të jashtme. Ndryshime ka pasur edhe në Ministrinë e Drejtësisë. Besford Lamallari, kujtojmë, i vendosur në muajin shtator në krye të kësaj ministrie, është larguar dhe postin e ministrit të drejtësisë, ja do të ndalem edhe një herë edhe tek emrat e tjerë. Atëherë, postin e ministrit të drejtësisë e merr Toni Gogu. Besford Lamallari shkon ministër i brendshëm, ndërkohë kujtojmë që ka qenë ai në postin e zëvendës ministrit të brendshëm për një periudhë të caktuar. Eriona Ismaili është emëruar ministre për marrëdhëniet me parlamentin, ndërkohë ministri i infrastrukturës dhe energjetikës, një postë që deri më tani e ka pasur Belinda Balluku, tashmë do ta ketë Enea Karakaçi. Ajo çfarë gjithashtu të rresh vëmendjen është edhe ndryshimi në Ministrinë e Mbrojtjes. Piro Vëngu është shkarkuar nga detyra e ministrit dhe në vend të tij është emëruar Ermal Nufi. Këto janë informacionet e fundit që vinë dhe që janë pasqyruar tashmë prej disa minutash në media të ndryshme në vendin tonë dhe tashmë vinë të konfirmuara zyrtarisht lidhur me këto ndryshime në kabinetin qeveritar. Ajo çfarë kuptohet është që ministrja Spiro Pali, pavarësisht të gjithë etiketimeve pozitive që ka pasur publikisht nga kryeministri Rama, nuk do të jetë më ministra. Ja, e shohim edhe një herë mendimin e regjis, po i shohim këto edhe një herë në grafikisht ndryshimet në qeveri, pra ikën Belinda Balluku, zëvendësohet nga Albana Koçiu si zëvendës kryeministre, Besford Lamallari, ministri i brendshëm tashmë, zëvendëson Albana Koçiu, Toni Gogu do të jetë ministër drejtësie në vend të Besford Lamallarit, Ferit Hoxha, ministër i jashtëm, ikën Spiro Pali, pra nuk do të ketë ajo një post ministror nga çfarë kuptohet. Enea Karakaçi, ministër infrastrukture dhe energjetike që zëvendëson në këtë ministri Ballukun, Ermal Nufi, ministri i mbrojtjes, largohet, ngelet pa një post ministror dhe Piro Vëngu. Eriona Ismaili, ministër për marrëdhëniet me parlamentin, zëvendëson Toni Gogun, i cili shkon në postin e ministrit të drejtësisë, pra. Këto janë ndryshimet e fundit, këto janë informacionet e fundit, kemi përfunduar këtu së bashku, në vijim ju lënë në shoqërinë e